E pra të dashur miq, le ta komentojmë edhe një herë si ndodhi e gjitha ngjarja që e nxori Markon nga vetja dhe në provokimin e kujt realisht ra Marko. Tani në të vërtet, kush meriton zarf të zi në këtë diskutim të madh, në këtë trekëndësh? Banori që meriton zarf të zi në këtë trekëndësh dhe që duhet të penalizohet në këtë pikë të lojës është Artan Kola. Do të thoni pse? Si nisi e gjithë ngjarja, do me thënë. Marko, Rogerti, Miri ishin të ulur në verandë dhe po bisedonin me njëri tjetrin. Shëndriti ishte tek pjesa e divaneve të gjelbërta në anën tjetër, do me thënë përballë Markos. Dhe qëndronte aty. Artan Kola kërkonte cigare, banorët ishin në mungesë të cigareve. Shëndriti i tha Markos disa herë më jep një cigare dhe Marko i jepte, gjithashtu dhe banorëve të tjerë. Në momentin që ja dha pakon Artanit, Artani i mori cigaret dhe ja jep Markos pakon me një cigare. Do me thënë brenda në paket kishte 4 cigare. Nuk është se kishte më shumë, vetëm 4. Artani e bëri të gjithën këtë situatë në fakt që të krijon një lloj lufte, një lloj dinamike mes Markos dhe Shëndritit, sepse nga kjo paket Shëndriti mori 2 cigare, një cigare e mori Artani, u bën 3 dhe një cigare mbeti në paket brenda. Dhe i shkon Markos në fytyrë dhe i thot që ti mori cigaret, urdhëro, bonu burë, qohu merja cigaret. Në me thënë Artani nxiste pa fund që Marko dhe Shëndriti të kapen me njëri tjetrin. Në me thënë nuk ishte një zënk e atyre të dyve. Ishte një zënk e provokuar nga ana Artanit. Artani e provokoi zënkën edhe e solli deri këtu. E vërteta qëndron kjo. Në me thënë, Marko është fajtori për sjelljen që tregoi, Marko është fajtori për veprimin që bëri, por nuk është Marko fajtori dhe nxitës i diskutimit dhe situatës. Dhe çfarë ndodh tani? Në momentin që Marko e nxit të gjithë, do me thënë Artani e nxit të gjithë situatën, e provokon të gjithë situatën, shkon edhe i thot Markos në fytyrë, më çau merja, pse s'ja merr, çau merja. Do thënë kjo është provokim për t'urrur, sepse ai e njeh shumë mirë natyrën e Markos. Dhe Shëndriti në atë moment për inat të Artanit, duke mos e ditur që paketa nuk është e Markos, nuk është e Artanit, por është e Markos, ai e merr paketën dhe e shtryth. Në momentin që e shtryth, çohet Marko dhe e gjua në dorë në formën e ktill, do me thënë i bie në dorë, dhe kjo është me patjetër dënim. Por në këtë zarf të zi dhe në këto provokime, në këto nxitje, nuk është fajtor vetëm Marko, do me thënë patjetër që ka tepruar sjelljen kundër drejt Shëndritit, por banori i cili e ka nxitur këtë situatën është Artani. Dhe unë mendoj që ky zarf i zi ka ardhur këtu edhe për fshir Artani në këtë mes për të gjithë të ngjarjet që ka bërë, sepse për herë të parë produksioni Big Brotherit publikon një video të tillë për ta sqaruar publikun se si ka ndodhur në fakt e gjithë ngjarja dhe kujt do t'i shkon ky zarf i zi.